Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Arbëria. Mirë se erdhët në emisionin Pult. Sonte kemi të ftuar në Bebivaj, një nga zërat më të fuqishëm në Komendën Komunale të Malisheves nga kampi opozitor në 4 vjeçari. Bebivaj ka qenë që 2 mandate në Komendën e Komunës së Malisheves së nën të drejtën në zgjedhjet e 12 tetorit. Përshëndetje, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën ju dhe televizionit tuaj, që po na jepni mundësi me shpalosë edhe në programet tona. Keni bërë 8 vite në Komendën Komunale. Si do t'i përshkruani këto vite si asamblest dhe si opozitor kashi qeverisjet nga subjekti nisma? Atëherë faleminderit dhe herësim. Bashkërimi ju në qëndrimin e opozit nuk ka qenë i lehtë. Duke marrë parasysh që ne po flasëm që 8 vjet jemi në kuvend. Unë personalisht dhe Partia Demokratike është në opozit që 3 mandate. Nuk ka qenë e lehtë, por ne kemi ngritur shqetësimet tona. Jemi ka zëri qytetar, jemi ka konstruktiv me qëndrimet tona, e kemi ngritë zërin aty ku duhet, edhe kemi mbështet aty ku duhet edhe qeverisin lokale. Po gjithmonë duke bazuar në parimet tona, të cilat edhe ne ka dhënë qytetari përmes zërit tonë në kuvend. 2017-2021, partitë opozitare kanë pas shumicën në kuvend, kashi subjektit qeveris që ka qenë nisma social-demokrate, ndërsa 2021-2025 kanë pas edhe shumicën në kuvend. Si do të bëni një krahasim ose analizë këtyre 2 mandateve të juaja? Unë e qëndrej prapa asaj që 2017-2021 ka qenë një kuvend shumë i fortë. Sa më thamë prapë, kuvendin është mirë ta ketë shumica opozitare. Në atë kohë, është realiteta e që po fletni ju, ne kemi qenë shumicë në kuvend, po mendoj që shtrirja juën të projekt buxhetit, të buxheti ka qenë gjithëpërfshirës, ka qenë për gjitha fshatrat, edhe një farforme i ka përmbledhur gjitha kërkesat e qytetarëve. Tash me bë krahasimin 2017-2021 edhe 2021-2025, është një krahasim që unë mendoj që nuk duhet bëhet, sepse për 4 vjet e fundit, qeverisja komunale, 90% fshatrave nuk i ka prek hiç, edhe është fokusuar një projekt që ata janë duke quajtur Malishev Urbane në Malishev, e cila ende nuk dihet epilogu i saj, nuk dihet ende sa do të kushton deri në fund, po megjithatë qytetarët, fshatrat në përgjithësi kanë me të anashkalun prej një projekti i cili këta një farforme e kanë basi Malisheva Urbane, po rësim çështjet konkrete, qeverisja kastrati në ikje nuk i ka prek. Do të flasëm edhe për anën ekzekutivit, më vonë bisedës sonë, po ndolëm edhe tek disa pyetje për kuvendin. E thatë që nuk banë krahasime, por si e keni ndi veten, si asamblest, si kuvendar në Komendën Komunale të opozitës, që keni qenë në këtë rast opozit, ka shi subjekteve, apo koalicionit që kanë qenë shumicë votash, nisma, LDK, sa është ndëgjuar zëri? Sa keni mundur të artikuloni argumentet dhe sa janë marrë për bazë, pa marrë parasysh numrat që kanë ekzistuar? Në fillimin e mandatit të zotrit Kastrati, ka pas dhënë një fjalë në kuvend, një farë lloj kështu betimi për anëtarët e kuvendit, që ne unë do të jem kryetari të gjithëve, edhe do të marr idetë edhe projektet edhe çdo anëtarit të kuvendit. Ne aty kemi ngecë. Asnjëherë na portat tona kanë qenë mbyllura, kashi qeverisës Kastrati, nuk na ka bë pjesë të asnjë vendimi, asnjë projekti, shka është ma keqe që nuk na ka bë pjesë as të buxhetit
i cili është më i rëndësishmi për komunën, për Malishevën në këtë rast. Ne kemi bërë përpjekje me idetë tona, me projekte tona të shtymë përpara. Zëri opozitor ka qenë i fuqishëm, ka qeverisjes nga unë edhe gjithë grupi parlamentar i Partisë Demokratike që ka qenë në kuvend, por asnjëherë, në asnjë formë nuk e kanë marrë mundin që një kërkesë e jona të shkon tutje. Unë mendoj që ka qenë gabimi fatal i tina që ka punuar në logjikën e numrave, e cili unë mendoj që tash se fundmi, tash e kanë edhe projekt buxhetin, sot është duhet më votu projekt buxheti atë me 30 shtator. Ata nuk kanë arrit ende me thirr edhe një seancë të vetme për me shty projekt buxhetin, sepse qytetarët atje janë duke pritur për ujin, kanalizimin, rrugën, ndriçimin, ato gjitha ato tjera. Kjo është në logjika e numrave, po sikur të neve na kishte bën për çdo vit, çdo projekt buxhet mbrana, të ishim marrë edhe qëllimet tona, edhe projektet tona, atëherë edhe këtë rast ne duhet të shkojmë, të çojmë përpara projektet të cilat janë ideale për qytetarin. Si ka funksionuar? Po jo për grupet klanore edhe të interesit ngushtë, i cili i ka shkatruar fshatrat, njëtën ku e ka betonuar qendrën. Si ka funksionuar kuvendi si trup? Si opozita, si pozita, keni pasur dakordime në pika të ndryshme, apo keni pasur argumente që i keni mbrojt me fanatizëm në ato që keni menduar që është me drejta dhe me mira? Brenda kuvendit, si ka ekzistu fryma? Po, ne, po them drejtën, aty ku e kemi pas që është interesi qytetar. Asnjëherë nuk kemi hezitu si grup parlamentar të dhëmë votën tonë. E fundit ka qenë binjakëzimi me shtetin Amerikan, që ka qenë, në ashtë vota ka qenë binjakëzimi mes komunës tonë edhe asaj amerikane. Ne kemi dhënë votën pro, e kemi shtyp, kemi mendu që është proces që i ndihmon qytetarit, njëtën ku edhe zhvilla komunën. Asnjëherë nuk kemi dhënë votë, duke menduar që kanë përfitu grupet e interesit, grupet klanore, brenda një subjekti cili, për thamë të drejten, një komunë e varfër, që është Malisheva nuk mund me mojtë një subjekt, që është nisma. Rësim, du të më nalë dhe du të lasëm, ndoshta akila së temave. Buxheti i komunës Malishevës është i papërballueshëm që ta mon një subjekt politik. Shifne për 4 vjet me radhë e ka pas premtimin kryesor ujin e Pijës. Uji i Pijës nuk u realizua asnjëherë. Çka ndodhi? Pse ndodhi me hyrë në qendër me shtim mbi 12 milion euro, që një kompani që e ka ndërtuar atë në Kalem, ato parkingje në toksor, ato që kanë mençen janë jashtë funksionit, asnjë cent nuk ta kalon Malishev. Zoti Bibaj, do të kalojmë edhe këndej, po ju kuptojmë që jeni në kuadër të subjektit opozitor. Kisha pas dëshirë edhe një mendim të juaj, një opinion të juaj, lidhur me kuvendin, asamblesët që zgjidhen në kuvend. So kanë qenë në përgjithësi të zëshëm, so e kënaqur në përgjithësi me përfaqësimin e anëtarëve në kuvend, pa marrë parasysh subjektet politike, so janë të përgjithshëm, njerëz që zgjidhen nga vota e qytetarit në kuvend, sepse është e njëjta votë si për kryetarin ashtu edhe për kuvendin, dhe ajo duhet kuvend edhe në nivel vendi, po në këtë rast edhe në nivel ku veproni ju në komunën e Malishevës, që të kenë njerëz që i përfaqësojnë si në opozit, ashtu edhe në opozit, që të përfaqësojnë zërin e qytetarit dhe kërkesat e tyre. Okej. Është shumë e drejtë, është pyetje me drejtë që e keni ngritur. Rësim, unë mendoj që pavarësisht pozicionit, a jeni në opozit, a jeni në pozit. Antari i kuvendit, që unë ju tham kuvendar, duhet të jetë pavarësisht subjekte politike, duhet të jetë direkt përfaqësim qytetar. Ne është realisht që e kërkojmë votën tash si subjekte politike. Në momentin kur të zgjidhemi dhe të shkojmë në kuvend, ne du të lajmë interesat partijake, du të shërbejmë kuvendit, të shërbejmë qytetarit, sepse unë mendoj që politikat për Malishevën bëhen në kuvend, mes tyre njerëzve. Mendoj që na ka pak duhet dalëm prej aty në strofla politike me them, sepse gjithmonë po mendojmë politikisht. Edhe po mendojmë si parti politike. Jo, unë mendoj të kundërta.
Këtë lashe më të madhe, më theksone ka pas opozita. Sepse çfarë do vendimi që bjen kryetari i një komunës, ata nuk asnjë herë të vetme nuk e kundërshtojnë. Si tjetë edhe i dëmshëm për komunën, edhe për qytetarin, edhe për buxhetin e një kohë, ata duhet ta çojnë dorën. Kjo logjik duhet me ra, ne mendojmë që kur të shkojmë në kuvend të harmonizojmë qëndrimet, me gjitha grupet që unë kom kërku në mënyrë të vazhdueshme, kom kërku edhe kryetarit, edhe kryesusin në këtë rast, që unë i kom thënë kryesusit që ti je përfaqësues legjitim i anëtarëve të kuvendit. Apo kupton? Edhe të harmonizojmë qëndrimet edhe çdo projekt që shkon përpara të jem bashkë, sepse Komuna Malisheja është komunë e vogël, nuk mund të kem kaq ndarje të mëdha. Dikush pushtetin ka me fitu tek e fundit, me 12 tetor. Ka me dalë dikush i pari, i dyti dhe i treti. Me 9 nëntor dikush ka me marrë komunën. Po megjithatë, ne do ta qesmi në interes të parin qytetarin, jo grupet e interesit dhe grupet klanore. Kjo me qeverisjen e doktor Gëzimit nuk ka me ndodhë. Kam ju kthy qeverisja qytetarit, kam ju kthy qeverisja njëtën ku edhe kuvendit, sepse nuk do të anashkalojmë asnjë antar të brenda kuvendit, të gjithë do të jenë të inkorporuar në projekt buxhetit apo në vendimet apo në rregulluar të cilat nxjerr kuvendi. Jo të anashkalojnë çush kemi qenë na që 4 vitet e fundit, të cilat realisht ta marrësh të them drejtën rësim, nganjëherë nuk të ka shkuar as në kuvend. Sepse i ka bën numrat, kanë votuar ashtu siç kanë desht, edhe kanë shku tutje. Kjo nuk është demokracia, kjo nuk është puna kuvendit. Unë mendoj që antarët e kuvendit, ata të cilët zgjidhen, pavarësisht kush zgjidhet, duhet të jenë bashkëpunues si mos, po flas ata të cilët kanë me qeverisë. Sepse nuk është kjo pjesë them okej, kom fituar në qeverisjen për Malishevën urbane. Lagja Krasniqi atje kanë kanalizimin mbi tokë, apo den. Mbi sipërfaqe, uji i pjesë mbi 80% në fshatrave nuk kanë ujë të pjesë. Edhe pyetja fundit lidhur me kuvendin, pastaj do të dalëm edhe në aspektet e tjera. Sa i keni shtirur mundësit, veprimet e juja si parti opozitare drejt adresimit të padrejtësive, nëse ka pasur, regresit apo shkeljeve të ndryshme që kanë mundur të mendohen këtë 4 vjeçare. Sa keni adresuar këtë çështje në organet përkatëse si parti opozitare? Asem edhe për këtë pjesën që ngrite, është pyetje e drejtë dhe me vend, ne si parti opozitare, edhe unë personalisht si përfaqësues i një subjekti më të madh opozitar në kuvend, unë kam bërë shkrime për thuaj çdo ditë në Facebook, edhe kam bërë thirrje që të hetohen dikasteret e mundshme. Por unë mendoj se shumë shpejt ka me vepru organet e drejtësisë për çështjet konkrete. Keni mi po dhe ju që ne çka kemi trumbutu që 4 vjet ka qenë një realitet i aferave të mundshme korruptive. Në fund e kemi adresu një kontratë burimore, kontratë negociueshme që i afrohet mbi 1 milion euro. Kjo është ka indicje edhe ka dyshime edhe këtu në mënyrë automatike duhet të vihet në lëvizje instrumentet shtetërore, sepse na e dim fare mirë pse bëhen kontratat një burimore të negociueshme. Kjo nuk duhet me ndodh, unë besoj shumë shpejt edhe shpresoj që dikush duhet ta marrë një përgjigje të përgjithshme për punën që i ka ndodhur Malishevës. Kemi të çështja e rrugës Bojnë Ladrovc. Është 350.000 euro është vlera e rrugës, e cila sot ende nuk dihet ku kanë mbetë ato mjete. Nuk është kthy në kuvend me lyp një vendim tjetër, për me bombardje, do të thotë rruga nuk është rrugë,
parat janë harxhu, kuvendi janë shkalon totalisht, qytetarët duhet kanë të drejtë që po pyesim për ditë pse këtu projekti nuk I paralizohet. keni adresu këto paragollësi, këto çështjet e cilat dëshani që ka keq përbërime? Po, Drejt organeve po, përkatëse. edhe i kemi adresu, edhe janë të hapur organet e drejtësisë për çdo rast që ju duhet, postimet të mia janë edhe publike. Organet, nëse në bie ka bën një shkrim publik për një çështje konkrete, organet e drejtësisë janë të obligume me thirr edhe në bien edhe kundo qoftë tjetër për ato çështje të cilat janë ngritur, se nuk janë çështje të vogla, po flasëm për një rrugë që i ka 350.000 euro, që sot rrugën nuk është shtru, mjetët nuk e din ku janë shku, kuvendi nuk është pyet për ridestinim të aty në mjetëve, këto janë gjendje reale që unë mendoj që do ta marrin epilog. Si e keni parë punën 4 vjeçare të kryetarit Ekrem Kastrati, insistuat përpara edhe kur ishim tek kuvendi të kaluam në këtë pjesë, një nga projektet që ka zgjuar debat më shumëti është puna e tij, i cili krenohet me investimet në qendër të komunës së Malishevës, ndërsa partitë opozitare kritikojnë më shumë. Çfarë do të thotë kjo? Apo anashkalohet puna e bërë, apo si e keni pa këtë një nga projektet më madhore që është bërë në Malishevë? Rësem, këta kanë trombetu, thash në fillim e kanë trombetu pjesën e Malishevës urbane. Kërkush nuk është kundër një projekti. Absolutisht. Ata të cilët mendojnë edhe kanë menduar që ne kemi fol kundër për një projekt, i cili ka ndodhur në Malishevë është gabim. Po ne kemi menduar që duhet bëhet një formë edhe në mënyrë të ndryshme, jo formën çysh ka ndodhur. Nuk mundet Malisheva të ishte 12 milionerë dhe i tash sa po dihet, se s'po dim ku do me përfundu, të ishte në qendër e të lënë 90% fshatra, pa asë në investim, zero investim. Ishëm në tërpejës dje, zero investim për 4 vjetë. Ishëm Ladrovës, zero investim për 4 vjetë. Ishëm në Senik, rrugët, zero investim për 4 vjetë. Atëherë mund të krenohen për një Malishevë urbane e cila flet kjo rrugë është në Senik. Qytetarët janë detyruar me mosh me beton. A flasëm për një Malishevë urbane e cila qytetarët e kalon pa ujë, që premtimi kryesor sim ka qenë ujë i pijes në Malishevë. Neve qytetarët nuk i intereson hiç ajo punë, a ke mujt ti me bashkëpunu me qeverin, as ke punë premtimi kur ke dalë në fushat, edhe secilit prej partive tona ka qenë, ne do ta zgjidhemi ujin e pijes. Ne do të zgjidhim çështjen e kanalizimeve. Nuk ka ndodhur. Pse s'ka ndodhur? A ka mujt investimet kapitale në komunën e Malishevës janë rreth 6 milionë euro. Tash e ka lënë mbi 6 milionë euro. Nuk a ka mujt që një vit i ton ose 2 vjet ti fokusohet ujit pijes në Malishevë. Nuk kemi nevojë për beton, ose kemi nevojë për ujë. Zoti Kastrati na ka deklaruar në këtë studio që ne kemi bërë një kontratë, themi, kemi kërkuar besimin për investim në qendër të Malishevës. Kam marrë besimin dhe kam investuar pikërisht në qendrën të Malishevës, ku opozita për vitet e tëra na ka akuzuar që nuk keni investuar fare në qendër të Malishevës. Tani, në momentin kur është investuar në qendër të Malishevës, opozita ngrej çështje pse është investuar vetëm në Malishevë. Okay. Unë thash në fillim, kërkush nuk është kundër një projektit. Një garazh që e ka bën për kerre, e bën edhe një sektor privat. E ka bën një nënkalim që unë mendoj që ka me qenë në të ardhmen ka me qenë problematik për lëvizjen e qytetarëve. Se që kemi po, unë kom pas postim publike për këtë punë, një rebesh i shjevët i madh, ja kam mshel këtë në nënkalimin. Kryetari Kastrati edhe ma kanë mbyll shaktin. Është demagogjia ja punë. Është ka dalë atë jashtëzakonisht keq. Edhe asnjëherë të vetme nuk e ka bën publik kush e ka mbyll shaktin. Po, okay, e lën pjesë e kaluara ja. A duhet
një mandat 4 vjeçar të shkon veç me një projekt? Instituti GAP, që tu i ka listu letërëftimin e komunave. Të që kjo 21 të përfundura janë disa elementet vogla të cilat kanë pikë të njëjta që kanë thot që janë 21 projekte përfundune. Premtimi kryesor i zotrit Kastrati është qytetar të dashur uji. Uji nuk ka ndodhur së realizumi. Çfarë mund të flet kjo qeverisi që i ka që 3 mandate qeverisin Malishev, 12 vjet. Duhet bëhem të real edhe të qartë edhe para qytetarëve. Unë personalisht si marrë me kamuflu kërkon. Unë jam ky edhe mbrana kuvendit edhe jashtë kuvendit. Unë e mendoj sinqerisht që uji ka qenë primare në Malishev. Uji duhet të realizohet. Kanalizimi rësim sot kolektori kryesor për në përsëritet që 4 vjet me ka 4-500.000 euro dhe nuk është punë me ndërtu. Edhe prapë edhe buxhetin e ardhshëm që është 2026-2027, është kolektori kryesor ishtin në pjesën e bublit. Po kjo është ku po jesin mjetët. Na do të pyesëm ku po shkojnë gjithë ato mjete. Buxheti planifikohet, buxheti ndahet për atë kategori, në njëjtën kohë në teren nuk kryhen punë. Ne e kemi brengën, kryetari Kastrati, qeverisja tina është enigmatike, shife rësim ku e ka vendos Malisheve në vendin 23 për transferencë buxhetore, instituti GAP. Kjo është e dhonë institucioneve që janë besueshme. Zoti Biba. Jo veç të se, që tu i kalon komunat më të vogla mrapa. Do thot, indeksi transparencës buxhetore është 0. Kur e kanë bën buxhetin, kur është bën projekcioni buxhetor, nuk kanë dalë mi morë projektet në përfshatra. Mi kontaktu bashkësitë lokale. Pse i kanë ikë? I kanë ikë llogaridhënies dhe përgjegjësisë e cila kanë direkt ndaj qytetarëve, sepse qytetari nuk është ka i bën atë vend që i ka bën depeton aty. Qytetari ka të lashje me kanalizim me ujë të pijes. Rësim është shqetësuese, unë po tham, e kum përdorur edhe me një media i ditë. Qytetari qoftë mu pastruan me nxesi jetë shamponin kry. Ati nuk i intereson të jenë në kalimi. Ai ka të lashje të tjera të pasgjidhura, ka shi ti projekti që këta unë muj me thonë që është Malisheva e betonune, jo Malisheva urbane. Megjithatë, pyetjen që e bëra më parë, prapë po i kthejmë asaj që është akuzuar. Pse nuk po investohet në qendër të jepet një pamje qytetës së Malishevës. Tani, kur është investuar shumë, duket që po sulmohet më shumë për punët që është bërë, sepse para 4 vite që nuk është bërë fare në qendër. Mirë, pse kjo? Ku e llogarisëm qendrën? A llogarisëm veç pjesën aty? Që i ka hek një park të cilën na ka pas lakmi këtë Kosova? Hajtë dalim pak jashtë qendrës, 1 kilometër, 500-600 metra. Shefi mini tranzitet. Malisheva urbane në nënkupton aty? Që të rësim, unë i kam disa fotografi të zëllët, unë i kam bo publike në njërë të vazhdoshme, që ky kanalizim, qytetarët e dashur, del në rrugën mini tranzitit që shkën të kompetenca. A është Malisheva urbane kjo? Ne nuk do të krenohemi, jam të thash edhe në fillim, nuk jam kundër një projekti cilit ka mujt me bon zgjidhje qytetarit, po jam kundër një projekti i cili ta ka shpenzuar krejt energjinë, ta ka shpenzuar krejt buxhetin, edhe është e dyshim që ka me qenë funksional në të ardhmen. Qëto që po flasë me rësim, është rruga mini tranzit. Besoj që edhe ti i bjenë edhe këtë qytetarët. Nuk mujnë me dalë pigrova. Rrugë pjesa mini tranzitit që dalë këtë pjesën ka nalt. Lagjen Mirdita e kine gjendjet katastrofale të rrugëve. Atëherë, Malisheva urbane në nënkuptën veç në qendër aty? Të pjesë tjera ku janë? Malisheva urbane në nënkuptën edhe në Struzup, edhe në Lapqev, edhe në Berish edhe në Pagarush. Unë mendoj që në Malishev është dashur të investohet, absolutisht, është e padiskutueshme, jo në këtë formë. Sepse koncentrimi, unë nuk më tha dhe i ditë, koncentrimi i këtyne ju ka interesu me pas me një të nderë. Sa të komë si edhe përfitimin një të matë maja. Po jo dhe shtërirja në përfshatra,
Ne nuk du të ikim temës ujit. Uji është jetike për Malisheven. Qeverisja doktor Gëzimit nesër në qeverisjen e tina e ka primare rësim ujin, kanalizimin. Pa këtu dyja ne nuk mund të bëjmë Malishevë urbane. Kolektori ujnë Ardzeza derdhet sot në lumin Mirusha. Ka 2 javë ditë që të kanë ngordh me mija peshqi. Për që të arsye? Është të qartë rësim, po... Partia Demokratike Kosovës dhe Gana Malishev në garën për zgjedhjet lokale hyn me Gzem Krasniqin, kandidat për kryetar, edhe me një listë prej 30 antarësh për asamblesë. Cilat janë synimet, cilat janë pritjet dhe cilat është profili i Gzem Krasniqit që synoni të merr në komunën e Malishevës? Qeverisja doktor Gëzimit, rësim, ka me qenë qeverisje e përgjithshme. Qeverisje që ka mu qeveris vetëm për doktor Gëzimit. Jo edhe për 3-4 njerëzve që cilët ndodhë sot. Ata presim një telefonat për Prishtinës, ata presim një telefonat për Malishevës apo në dikon tjetër. Ka me qenë e përgjithshme, ka me qenë e harmonizune me bashkësitë lokale, sepse institucioni i vetëm komunë fshat është bashkësia lokale, kryetari i bashkësisë lokale, që asë një herë të vetëm nuk është përfill, prej une që moj men, që 3 mandate e tutje, asë një herë nuk është thirrë një kryetari një bashkësi lokale. Aty do dalin, kryetari doktor Gëzimi, do të bashkëpunojnë ngushtë me këshillat lokal. Këshillat lokal kanë me bashkëpunu në ngushtë me qytetarët. Doktor Gëzimi ka me bashkëpunu në ngushtë me antarët e kuvendit pavarësisht partive politike. Nëse një projekt ka me hinë në projekt buxhet, ai ka me realizu 100% rësim. Nuk ka me ndodhë që ne me shti projekte të shumta, edhe të cilat s'kan me të gjithë as batushmëri në teren. Ne nuk do të arrejmë qytetarin. Qytetarit du t'i tregojmë drejt, sot kryetari Kastrati nuk e din sa është bërgjë komuna. Qytetarit du t'i thujmë, është mbi 7 milionerë bërgjë komuna. Sot kur po flasëm, raporti auditorit të përgjithshëm për vitin e 2024 ka hap të nder 8 milionerë, i ka pas 2 milionerë të zotune. E ka si gjetur, ku i merr 8 milionerë zotrite? Atëherë ne nuk do të bëjmë kësi gabime, ne do të bëjmë karshi mjetët cilat i kem. Për Marusi, ja ka morë 350.000 euro rësim sot komunës Malishevës, sot, këtu ditë. Po flasë për taksën edhe tatimet cilët i merë për marimi. Nuk po flasëm për pjesën cilët e kanë për kontratë kolektive. E kemi dëmtu s'ka shmerisht buxhetin. Duke mos i kry detyrat qeverisja Kastrati. Zakonisht në fushata zgjedhore premtohet çdo herë secili subjekt politik, secili kandidat jep fjalë të mira para qytetarit që të merr besimin e tij. Cila është garancia ose besimi që të beson qytetari që lista e Partisë Demokratike Kosovës për kuvend komunal në Malishevë është më e mira, po në këtë rast edhe kandidate për kryetar. Ne garantojmë me emrin e doktor Gzem Krasniqit. Doktor Gzem Krasniqi është një njeri i cili nuk ka shtushku me marr pagat, me kërku për një vend pune. Doktor Gzemi ka dalë prej strukturave, nivelit qendror dhe ati lokal, me vot të fuqishme brenda, që t'i prinjë kësaj gare. Edhe ne besojmë fuqishëm që doktor Gzemi ka me prinjë mirë e marë deri në fund edhe do t'jetë kryetari komunës. Lista e Partisë Demokratike është lista ma mirë e mundshme, cilën e kanë gjitha partitë politike. Është listë e kombinune, ka veteran të luftës, ka njerëz profesionalist, ka gjenerata të reja të mesme, e cila e bën një bashkim edhe është një ekip e fuqishme që doktor Gzemi do të qeverisë mbas 12 tetorit me këtë ekip. Unë mendoj shumë rësim që pjesa dërmuese jone është pjesë që s'është hipotekë kërkon. Nuk është asnjë hipotekë. Nuk ruhet prej kërkuj. Është e ka një pjesë të rinisë që është rini entuziaste, rini që
janë secilin e profilet e tyre të jashtëzakonshëm që kanë me ndihmu në programin e doktorit edhe në fuqizimin e tij drejt vendosin e ulsen e kryetarit komunës. Ne nuk kemi njerëz me hipoteka, njerëz që kanë qeverisë me 3 mandate, njerëz që gjatë rrugës kanë mujtë me bo edhe gabime të pafalshme. Nuk kemi njerëz mrena kësaj liste cilët e kanë primare veç shkojnë të bëhen një drejtër ose ta marrin një dikaster edhe të marrin një tender. Jo, absolutisht. Secili prej tyre ka një punë privat të cilën e punojnë edhe zotësojnë me krenari, duke më përfshinjë edhe mu. Ne, në qeverisën e doktor Gëzimit, nuk do të ketë emra 2, 3, 4, 5. Do të garojmë me emrin e doktor Gëzimit edhe me Partinë Demokratike të Kosovës. Cilat janë pritjet e subjektit tuaj politik në zgjedhjet e 12 tetorit, cilat janë pritjet për kandidatët për kuvend komunal? Ku synon Partia Demokratike e Kosovës në këtë zgjedhje? Si në aspektin kuvendit komunal bashkëtor në këtë? Partia Demokratike e Kosovës në Malishevë synon që ne synojmë fitoren. Jo që pëthojmë ne, pëthojmë qytetari. Për ditën e për takime, sepse është lodhur nga kjo qeverisje. Ne do të jemi në balotazhe pa diskutueshme, po ne do të jemi shumë afër të parit, edhe ne do të qeverismi me Malishevën mas datës 12 tetor. Këtë e thet qytetari. Ne nuk pëthojmë, nuk pja bëjmë shefin vetit. Sa për kuvend, kena me marrë votën maksimale, që do t'i tejkalojmë gjitha partitë politike me kuvend. Sa, pret një të jeni, sepse tani në kuvendin komunal në Malishevë, në Malishevë të kemi 10 antarë të kuvendit. Synoni deri në 10. Deri në 10 antarë të kuvendit. Edhe kjo është e pa diskutueshme që do të marrim duke e parë entuziazmin dhe fuqinë e cilët e kanë në teren. Zoti Bibaj, synoni mandatën e 3 në kuvendin komunal. Pse duhet ju beson qytetari edhe një mandat të jeni përfaqësues i tij në kuvendin komunal në Malishevë? Pyetja që ndoshta pyetja më me vend që pse ne do të na votojnë qytetarë për mandatën, mendoj që kam qenë një zonë konstruktiv, një opozitor konstruktiv. Mendoj që qytetarët më kanë përcjell përmes rrjeteve sociale, edhe përmes debateve të cilat i kemi pas në kuvend, ju më kanë zëri i tyre, zëri i arsyeshëm, zëri konstruktiv, adresa ju më kanë mbrana kuvendit, edhe mendoj edhe shpresoj që në këtë drejtim e di që nuk kemi mujt me bë më të mirën për qytetarin, po mundësitë tona kanë qenë opozitare, në këtë formë edhe kemi qenë zëri tyne. Unë kërkoj edhe një herë një mandat absolutisht, që t'jem zëri tyne edhe një herë në kuvend, por qytetarit do ta jep të fundin me 12 tetor. Zoti Bibaj, faleminderit që ishe pjesë e televizionit të Avreja, ju urojmë suksese dhe punë të bërë. Faleminderit e juve dhe gjithë shikuesve të Verbrisë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.